3 vetvrasje dhe 2 tentativa për t'i dhënë fundjetës janë regjistruar në një harë kohor prej 5 ditësh në qarkun e Korçës, ndërsa personat që kanë ndërmarrë aktin ekstrem janë të moshave të reja, duke e bërë situatën edhe më alarmante. Psikologët thonë se disa nga faktorët kryesorë janë kushte të vështira sociale dhe ekonomike, ndjenja e pasigurisë dhe izolimi në shoqëri, mungesa e këshillimit dhe mbështetjes për të rinjt, presionet emocionale dhe destabiliteti familjar, pa lënë mënjan abuzimin me substancat narkotike. Në këndvështrimin sociologjik, unë do të thoja që tregon një çrregullim të gjendjes shoqërore, të total funksionit të shtetit. Për fat keq, vendi ynë tregon që her pas here ne kalojmë destabilitete të forta sociale, dhe kjo ndodh për mos funksionimin e institucioneve të shërbimeve, ku individët gjejnë qartësi, gjejnë siguri dhe mbështetje për çdo problematikë që kanë në jetën e tyre. Sipas specialistëve, të rinjt në mungesë të orientimit dhe ndihmës psikologjike shfaqin vështirësi për të përballuar sfidat e jetës, ndërsa theksojnë se familja ka një rol kyç në evidentimin e hershëm të problemeve. Kjo grup moshë tregon që ne nuk kemi një mirë orientim të rinjve, ne nuk kemi këshillim të duhur dhe dhënien e atyre barierave apo rënjëve të forta të vetbesimit. Familja është ajo që orienton fëmijën dhe zbulon e para gjendjen e destabilizuar emocionale apo mentale të fëmijës. Nëse një prind nuk është i kujdesshëm për të parë se çfarë po përjeton fëmia i vet, çfarë po kalon, a është më i mbyllur në vete, a është më nervoz, a ka pagjumësi, të gjitha këto janë shenja që prindërit duhet të shqetësojnë. Psikologët thonë se në Korçë mungojnë strukturat e mirëfillta për trajtimin e këtyre rasteve. Se ne si individ duhet të mësojmë të kërkojmë ndihmë, të shkojmë drejt psikologëve, të kemi qendra këshillimi më të shpeshta. Unë shoh që edhe kjo mungesë është jo vetëm se nuk kemi qendrat e këshillimit dhe qendrat e psikologëve të këshillimit në qytetet ku ne jetojmë, por nga ana tjetër ende vazhdojmë të jemi në ndrysnim e një tabuje që këshillimi dhe bashkëbisedimi me ekspertë të fushave për të dhënë ndihmë kur ne emocionalisht nuk ndjehemi mirë, kur ne kemi një breng që na mundon, atëherë ne duhet i drejtohemi njerëzve kompetente dhe ekspertëve përkatës. 2 20-vjeçar nga Pogradeci dhe Korça, si dhe një 38-vjeçar nga Maliqi, i dhanë fundjetës duke u vetvarur. Përveç tyre, janë raportuar edhe 2 tentativa për vetvrasje në vetëm 5 ditë.